Si atë naqë dhe u pas ka në televizorin. Të ndite. Unë duhet ta shesë. Muka. Sigur, faleminderit shumë. Po pejtë se ka, ke me shi kështu. Shumë shpejt. Ta garantoj. Enjoy se shumë sheshëm. Ka hangër rëmiri. Ka hangër rëmiri? Nga duart e mozës. Por e për moza ku është? Në shtrirë. Unë shparo futa aty më duk voma boshër. Po, ashtu është ndodhë. Apo Kastilin. Thjerrin maskën të gjithëve. Më beso, nuk do jetë kështu. Se beson? Pas ta kosh. Po pra. Ç'kemi? Ku do bëjmë bodybuilding? Ama, disa gjëra. Po. Ja, Edhe bëhet edhe bëjmë kështu, thashë e themi kështu. bezdishme ose boring. Thashë themi, po. Bëjmë disa gjëra re? Ne po Kam marrë dhe pse jam shmangur, pse unë preferoj të riktu. Ashtu, a? Po. Ose të merrem me punë, të merrem me gjëra të tjera. Ja për shembull i thash kësaj vajze Shumë herë më se duken kjo është dhe muzikante e mirë. Shumë herë të tjera më Dhe duken. jetoka në Angli. Po? I thash të bëj tekste irracionale, nëse do, jo tekste normale. Absurde. Edhe po si she prezencë mund ta përsëris. Po, pra, ja. Thjesht kuptova çfarë po bisedoni. Se kjo për shembull ndihet fort mirë, unë i them që është shumë e thellë si person kjo, e përjeton shumë thellë. Dil çik sipër i dhe. Bo çik tap, dil lundro. E çiko, ti duhet studiosh. Jo, Nida, se e gjeta, si tashu. Studio pak ligjet e tapës, si del, që si rrinë si përfaqe tuj. Në sipërfaqe. Tapa. Mënyra se si ti Po. i artikulon. Ja, për shembull, ti mos i artikuloj Moza, kush do i artikuloj? Ti duhet të Moza është fjalor në vete. Shiko, ti për shembull mund të këndosh këngën e tapës. Mund të fillosh ta punosh këtë, që të bësh një gjë ndryshe, kënga e tapës. Do ta mbaj mend, këtë do ja them vetes. Edhe thua që unë isha një shishe e mbushur, por është në thellësi. Edhe aty humba çdo të cilësi, se rash në thellësi, humba prej vetes. Edhe pastaj vendosa që t'jem tapa rrisipër. Tapa rrisipër. Do t'jetë safe. Dhe është shumë e çuditshme që për shembull çdo anije është e mbushur me tapa për të shpëtuar njerëz në rast emergjence. Pra, çështja e tapës, që është çështje lehtësie, është shumë interesante që ka cilësi dhe shumë pozitive. Se dhe shampanja, gjithë personalitetin e ka ku i pëlqet tapa. Po, kur i pëlqet. Po tapa. Dhe ajo e mban gazin, Tapa, bravo. Shiku sa bukur tash që hapet mendimi, a? Ajo e mban gazin, tapa në verë, mban edhe historinë, se po u hap ajo ikën pasaj. Shpërbëhet. Kjo ishte një detaj, a? Se sa ka kështu sa të Ti na qonë në ujëra të tilla. Dhe fillojmë me fantazojmë. Se si mund bëj një tekst, po i tregoja, kam një për një sandale këpucë që më ishte ciflosur. O që i ka ciflosur, nuk bëhet më, do ta hedh, jam merakosur se shumë që nga ciflosur. Kur e kthej, jo që nga ciflosur, ishte iluzion, ishte drita, etj. Bashkë i them këpucës do të hecim, po nga këpuca dal tek personazhi që është njeriu jetës. Zondajmi më, bashkë të hecim, nuk që nga ciflosur, kot jam merakosur. Nuk do se qa bërë. Edhe kështu, vetëm kështu se seriozisht njerëzit janë lodhë për vdekje. Nga serioziteti i faktit. Se në fundit, dërsa jemi gjithë shnoshe mirë, do të thotë që gjithë procedura e vujtjes nuk është serioze. Ka diçka që nuk shkon. Po tani ne nuk e gjejmë do çfarë është ajo. Atëherë ndryshojmë vetëm perceptimin kaq. Sa do kisha qef kur jam duke shkruajtur, ose në studio vetëm të kesh Mozën. Po bëjmë një kështu virtuale. Po bëjmë një virtualitet që dalim nga thellësia. Sepse tash i ka dhe ashtu pesh thellësie. Por ta mund të bëjmë një studim më vetë. Se si ka performuar më përpara, duhet të hulumtosh pak në YouTube dhe të shikosh materiale. Domethënë ka bërë këngë vërtet që ndoshta sigurisht që nuk janë perceptueshme për të gjithë, po janë shumë të thella. Jo, edhe ndonjëherë janë edhe lehtësisht të kuptueshme, por performanca e
e mozës në vetë vete dhe intimidon njerëzit, se është ajo që diskutuam ne. Unë akoma s'jam shfaqur, kjo është problemi im. Po, se e folëm. I thash për mozën kisha iden që do ishte kështu e ftohtë, pak ironike ose arrogante, ama kam ndryshuar mendim komplet. A ta thonë, e keme shumë njerëz të gjësh, ta thonë? Se di, se me thënë drejton, unë baroj punë, ikin shpi, nga shpia në punë, s'ka gjë tjetër. Intimidon forma se si është, se nuk është, nuk është si gjithë të tjerët, nuk është një qenie normale. Po, shiko, mos këto... është e papritur reagimi. Po, ka pozitivitetin, kjo është më rëndësishme. Kjo që quhet pluskazh, do me thënë me dalë sipër, që mund të merret, që zakonisht është për keq, më ndje lehtësia. Për shembull, më thonë shumë nga kultura franceze, në kohën e revolucionit francez, njerëzve u pritej koka sikur të ishte domate. Tak, kupton? Edhe kjo ishte për shembull një vajzë e re që ishte shtresë aristokracie. Edhe del në rrugë kështu, po këta kanë fillu t'i thonë njëri tjetrit shok. Kupton? Dhe t'i japin dorën kështu. Kur deri në ato momente dora ishte kështu. Kështu. Po, edhe një person që gabon që e bën kështu, tak. Po kjo është i zgjuar. Gjëra kështu komike, që shikojnë që qeshim, këto janë shumë tragjike, po njeriu profund këto budallolli që bën, thellësia, kupton? Se njeriu që është i thellë dhe që ditë rinë sipërfaqe nuk bën nga këto gjëra, domethënë njerëzit. Po nejse, kjo është temë vete. Dhe gjithë filmi tani ajo kishte një të dashur që e donte shumë. Mirë, po i qëllon që ta arrestojnë, ta kuptojnë, edhe është në një hotel, ku janë njerëzit që do t'ju pritej dhe koka në një hotel. Që kjo të shpëton të paguan të shdo natë i dashuri. Mirë pa atë natë dhe legët u mbaruan, dhe kjo të ashi s'kishte qatë bënte, duhet flinte me në një aty që t'i jep të pare, që të pagunte dhe që të vazhdojnë të rinte aty në hotel për si pritej koka. Dhe gjenë një dendi nga ata që do t'ju pritej koka, që kishte të nesër me në ekzekutimin, dhe i thot, hajde fli me mua, po ke lek i thot kjo, se do shpëtonte. S'kam tha, po unë nesër tha, kam radhën lovdes. Dhe kësaj erdhi shumë keq, që ky do vdiste nesër, edhe bëri dashuri me këtë, po, vetëm se ndërkohë, dhe vjen e gjen i dashuri i vet në krevat, që kishte ardhur për të paguar lekët për të, e gjen në krevat me këtë. Po, ajo po i u dha atij për mëshirë. You never know sa del gjatë mëshirës. Po e bëri këtë. Ajo ashtu si po. Po, dhe kur ai, po tash imagjino, njerëz që jetojnë në këto margjina të lavdashme, dhe ka ndodhur. Kjo është historike, aty në film duket komedi, po sepse e ndërton ai që të jetë komike. Dhe kur e shef ai, kjo fillon ulurimat, po qanë se e pa që e humbja të fare. Dhe të nesërmen sigurisht këti e qërën atje, dhe sigurisht ashi i dashur i kësaj që ishte jashtë dhe i ndiqnin ngjarjet e shef që ati dendit që kjo kishte qenë do vetëm tradhti për një natë që i iku koka, por sa e vështirë ishte derisa pastaj prapë u kapën revolucioni mbaroi etj. Po gjithë e ndërtuar në vend që tregosh një histori tragjike se si ka ndodhur atëherë, e gjitha ndërtuar mbi një bazë komike, ku njeriu mund të shpëtojë për një fije floku gjallë ose e vdekur në emër të drejtësisë. Tashi mos ta zgjasim më tepër se mund të bëhet serioze, po duhet mësuar që transmetimet shumë të rënda të gjendet një anë humori, se ndryshe është shumë e rëndë. E drejtë është kjo. Këto nga japi kjo, gjendja e kësaj që është e kështu e thellë, po. Unë jam ndryshe, jam pak më solare jashtë kësaj shtëpisë. Ti I vërtet është? Jam shumë më solare. Po pse çka ke këtu ti? Ti që herë ka bërë në shop? Jo, këtu thjesht njerëz të ri, njerëz që e vështirë bashkëtesa në një komunitet kaq të gjerë. E kam pak të vështirë. Kush e di, ndoshta. Po ti mund ta konsiderosh që s'është komunitet ky. Po, apo ham bashk, apo rrim bashk. Po pse mi? Okej. Dëgjoj. Patjetër që pa kush
prej jush, këtu zë një vend të veçantë ku. Unë kam 7 vjetë që jetoj me njëri dhe nuk konsideroj që po ham bashkë akoma. Pse do ta konsideroj që po ham bashkë? Nuk e konsideroj. Derisa të bëhet bashkë. Për shembull, Derisa të bëhet po bashkë. po kaloj më shumë kohë me njerëz se sa që kaloj për shembull në shtëpi me prindrit në një të shtunë ose të diel, se jam Mirë,